më pyet çfarë do ishte dhe porosita ai gocë verë të bardhë. Tash po prisja që të porosiste kjo goca. Dhe mënyra e kësaj gocës ishte shumë, nuk e di, më kishte ndosur tani ashtu, domethënë i thot kamarierit një gjys, ajo përsëri një gjys kafe. Nuk kisha as gjys kafe, vetëm një gjys dhe një bidon me ujë. Atë edhe një ujë. Si t'ja edhe gjysën tha du ngot plastike. Ngot plastike. Pas ka pas me shpejt. Unë domethënë që aty ka qenë domethënë do hap Instagramin duke i po blog direkt sa që bëri këtë veprimin. Ora një sekond, sa ishte ora kur dolët? Diku ora ka qenë diku mbas orës 6-7. Po si e kishin ekspresin ndezur lokali? Mund të pish kafe në orën 6, pas dite, kafe të gjysën. Gjesi ishte vajzë. Detaj që më bëri mua që t'i bëja blog. Pa? Pas ka akoma. Pas të isha në siklet pas kësaj që i tha kamarierit një gjys i bidonu. A u të se qa gjys nuk u marrë vesh, po kamarieri me shkollë ishte kështu gjys kafe. Edhe qa bëri? Pastaj e forta ishte se lëpiu lugën e kafes. Lugën e kafes plastike. Çon si ka si plastike si? Ma jep një sekondë. Vajze metalike. Ishte Unë jam Blerta, këtë episod të plot të pa manual keni mundësi ta shihni vetëm në YouTube tek Andale.al dhe të gjitha prodhimet tona të tjera. Kështu që urgjent tani të bëni subscribe tek Andale.al.